me jetën time. Mendoja se kisha arritur kulmin. Doja të shpëtoja marrëdhëniet me njerëzit. Doja të shpëtoja jetën sociale, jetën profesionale. Doja të përqëndrohesha. Doja të ndihesha mirë, doja të ndihesha lumtur, doja të çlirohesha nga çdo ndjesi negative që kisha. Lodhje, dehidratim i lartë i trupit, imbalancë hormonesh, rënje flokëve, aritmi, do me thënë çrregullime në frymëmarrje, në ritmin në rrahjet e zemrës. Problemi i madh me çrregullimet ushqimore është se ne kemi të bëjmë me ushqimin, jemi të detyruar të ushqehemi. Nuk po vuajmë nga një traumë të kaluarës, të cilën do e trajtojmë tani dhe kaloi. Ne hasemi çdo ditë me ushqim.